A e dini pse duhet me ndalë ndërtimin urgjentisht në Ferizaj? Shifëni këtë... Po nëse mundet ta fokusosh te kjo kamera. Kjo është e lagja e reja, apo jo? Që kjo është mbrapa stacionit vjetër të autobusave, lagje pa kurfar kriteri, pa kurfar ide e vizionit të ndërtimit, pa kurfar plani urban. Dhe si që po e sheni nuk ka asë 1 metër katror gjelbrim, a e dini që ju ka ndodhë këtë në njerëzve. Do më thonë nuk kanë ku me marë frym lirshëm për shkak kaosit urban. Nuk kanë trotuar të lirë për me ecë. Nuk kanë vend parkingje ku me parku kerret. Nuk ju bjen as djeli. As ndihma shpejt nuk mundet me hyjë në për zonat e tyne, e as zjarr fiksit. Pra që kjo është shkatrimi i qytetit që e ka emrin e Agim Aliut. Dhe a dini si ka ndodhur? I kem kërku për ndryshe lejet ndërtimore të cilat i ka lshu. Dhe në 4 vitet e fundit, pushteti i Agimit i ka lshu mbi 1 milion metra katror leje ndërtimore. I kërkuam edhe për 4 vitet e mëhershme, sot na refuzuan kërkesën. Ishim në komunë për me i marrë informacionet. Pra vetëm në 4 vitet e fundit janë lshu mbi 1 milion metër katror. Edhe 4 vitet e mëhershme sigurisht aty pari të tjetë. Pra është ndërtu për një 3-4 Ferizaja. Për njerëz të cilët nuk i kemi, sepse i kemi vetëm 109 banor, hajde edhe disa banor që nuk janë rezident, 150.000 mundet me kanë maksimumi. Po shkatrimin të cilin e ka bë, sigurisht që kërkon një ndales spaku për një vit, deri sa ta bëjmë një plan të mirëfillt zhvillimit Ferizajit. Dhe për atë plan, unë ka me dalë me gjetë kompaninë më të mirë në botë që vjen edhe na tregon qysh me bë zgjidhje këtij kaosi urban, sepse e vërtetë është që unë kur bona kryetar nesër nuk kam e mujt me rrezu këto ndërtime. Askush, realisht. Pra, çka duhet me bë është me mujt me fokusu një regenerim urban me ndodh në këto zona, e jo me zgjeru kaosin qysh e kanë zgjeru. Sepse të njëjtat kompani që kanë bë plane e zhvillim e ide për Agimin janë tu vazhdu me bë edhe sot. Dhe ky është problemi cilin ne e kemi në Ferizaj, një qytet kaq i bukur, me njerëz të jashtëzakonshëm, me energji pozitive, me e pas një vend sikur kjo këtu që po e tregoj, për besë është përtar keq. Dhe pra po them, po çuditna, qysh kryetari del edhe thot, unë tash po e bëj një plan të ri zhvillimor komunal të Ferizajit, kur i kilshu gati 2 milion metra katror leje për 8 vjet e fundit. Kujt kemi ja bë atë plan? Kush ka me jetu në to banesa? Prandaj na vyn neve me shëru Ferizajin prej këtij kaosi urban që ka ndodhur, na vyn me rregullu komunikacionin me plan të mobilitetit, me pa rrugë ndoshta me kthy një kashe, me bën një anën shërit vend parking sepse njerëzit nuk kanë vend mu parku.